Kryeministri Rama prezanton në një podcast maraton kandidatët e ekipit PS 2030 kërkon votën e shqiptarëve për antarësimin e Shqipërisë në BE. Berisha ironizon listat e Partisë Socialiste duke thënë se Rama i mbushi ato me emra që kanë dosje në SPAK sot pasdite protest para kryeministrisë. Kjo e shtunë shënon 17 vjetorin e tragjedisë së Gërdecit me 26 të vrarë mbi 300 të plagosur. Familjarët e viktimave vijojnë betejën për drejtësi. Tekniku Silvinjo publikon listën e kombëtares kundër Anglisë dhe Andorrës. Etnik Brukti dhe Julian Shehu, pjesë e skuadrës, ftohet dhe Armando Broja. Përshëndetje nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Në një podcast maraton, kryeministri Edi Rama bëri prezantimin e kandidatëve për deputet, pjesë e skuadrës PS 2030. Rama kërkoi që në 11 maj të votohet Partia Socialiste, pasi kjo sipas tij është e vetmja mundësi që shqiptarët të marrin pasaportën e Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama zgjodhi podcastin e tij për të prezantuar kandidatët për deputet Partisë Socialiste e figurat e reja me të cilat synon të kërkojë mandatin e 4 në 11 maj. Së bashku me ekipin e kandidatëve për deputet, Rama deklaroi se premtimi kryesor i socialistëve në këtë betejë elektorale e programi i tyre është antarësimi në BE në vitin 2030. Ne mund t'i sigurojmë çdo shqiptar e shqiptare pasaportën europiane të Shqipërisë 2030. Kjo pasaport duhet të ndryshojë. Dhe në këtë pasaport duhet shtohet diçka themelore. Bashkimi Evropian, Republika e Shqipërisë. European Union, Republic of Albania. Për t'ju dhënë pasaportën e BE-s, na duhet jo thjesht një mandat i 4. Po një mandat më i fortë se të treja mandatet e deri sot. Në fillimin e kësaj fushate elektorale, kryesocialisti Rama shpjegoi edhe përfitimet që vendi do të ketë në momentin që antarësohet në Bashkimin Evropian. Pasaporta europiane e shqiptarëve nuk është vetëm liri hyrje në çdo kufi të BE-s, nga një korridor pa radhë, në çdo aeroport, në çdo port, në çdo dogan toksore, po është dhe liri qëndrimi brenda kufive të Bashkimit Evropian. Me pasaportën e BE-s, Europa bëhet e vogël sa Shqipëria. Dhe Shqipëria bëhet e madhe sa Europa. Ndërsa prezantoi kandidatët qark pas qarku, Rama ironizoi kandidatët e Partisë Demokratike, duke u ndalur tek ai i Lezhës, Gjin Gjoni. Në një bashkëbisedim online me qytetarët, lideri demokrat Berisha tha se Edi Rama i mbushi listat me njerëz që kanë dosje në SPAK. Sipas tij, kandidat janë edhe patronazhistë që punojnë vetëm për të mbajtur Ramën në pushtet. Kryetari i PD-s Sali Berisha sulmoi sërish listat e hartuara nga Partia Socialiste me kandidatët për deputet për garën e 11 majit. Kemi të bëjmë me përfaqësues të shëmtuar të bandave më kriminale të vendit. Ministra që kanë vjedhur miliarda euro. Grupi tjetër është grupi i patronazhistë dhe famëzi, të cilët nuk kanë ligj as moral, mercenar të vërtet. Sali Berisha është i bindur se më 11 maj, fitoria do t'i takojë opozitës dhe Partia Demokratike do të rikthehet në pushtet. Unë jam i bindur që 11 maj do t'jetë një fitore e thellë e koalicionit për Shqipërinë madhështore. Kudo që shkoj, ka një entuziazëm të madh të qytetarët që nuk kam ndjerë ndonjëherë më parë. Aleatët tanë të marrë së bashku pa Partinë Demokratike përfaqësojnë 26% të zgjedhësve të Shqipërisë me vota sipas librave elektorale. Pasi PD-ja të jetë në mazhorancë, Berisha premtoi gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët rritjen e pagës minimale, mbështetje për sektorin e bujqësisë dhe heqjen e pagesave për kalimin në rrugët e vendit.
Kjo e shtunshënoi 17 vjetorin e tragjedisë Gërdecit. Nga shpërthimi i fortë në ish punishten e demontimit të municioneve, humbën jetën 26 persona e u plagosën qindra të tjerë. Në 15 marsin e vitit 2008, në orën 12:10 pa kilometra larg Tiranës, në fabrikën e demontimit municioneve në Gërdec, një shpërthim i fuqishëm shkaktoi një prej tragjedisave më të rënda të dekadave të fundit. 26 qytetarë mbetën të vrarë, 300 u plagosën si pasojë e shpërthimit masiv në ambientet e ish brigadës së tankeve në fshatin Gërdec, ku ushtronte aktivitetin e demontimit të municioneve luftarake shoqëria Alba Demil. Sipas vlerësimeve të prokurorisë së SOKO, dëmi financiar që u shkaktua nga ky shpërthim kapi vlerën e 2.2 miliard lekëve. Saga e tragjedisë Gërdecit dhe përpjekjet e familjarëve për zbardhur të vërtetën e saj vazhdojnë në dyert e gjykatave edhe sot pas 17 vitesh. Në përfundim të hetimeve për shpërthimin në Gërdec, prokuroria e përgjithshme ngriti akuzë për 28 persona, duke kërkuar 3 burgime të përjetshme për Ylli Pinarin, Mihal Deliorgjin e Dritan Minxollin për akuzën në vrasjen në rrethana cilësuese për 26 persona. Por gjykata e shkallës parë rrëzoi akuzat për vrasjen në rrethana cilësuese. E dënimi më i lartë u dha për Ylli Pinarin, drejtorin e Mekos, dhe Dritan Minxollin, administratorin e kompanisë të demontimit të armëve, të cilët u dënuar me 18 vite burgim. Gjykata vendosi dënimin me 10 vite burg për Mihal Deliorgjin e 6 vite burg për ish shefin e shtabit përgjithshëm të ushtrisë Luan Hoxha. Në vitin 2013, gjykata e apelit i lehtësoi dënimet për të pandehurit e tragjedisë Gërdecit. Në marsin e vitit 2014, të gjithë të dënuarit për tragjedinë e Gërdecit kishin përfunduar dënimet të dhëna nga gjykata e ishin të lirë. Në vitin 2021, dosja e Gërdecit u rihap e gjykata e posaçme po shqyrton përgjegjësinë e ish ministrit të mbrojtjes së asaj kohe, Fatmir Mediu, në këtë çështje. Edhe këtë vit, familjarët e viktimave të Gërdecit vendosën lule dhe kujtuan të afërmit e tyre që humbën jetën. Ata përsëritën thirrjen për drejtësi, duke thënë se shkaktarët e tragjedisë ende nuk janë dëshkuar. Me lule në duar dhe lot në sy, familjarët e viktimave të tragjedisë së Gërdecit u mblodhën për të kujtuar të afërmit që humbën jetën në ngjarjen tragjike. Si çdo 15 mars, ata vizituan memorialin e ndërtuar në Gërdec, ku vendosën lule. Ferizan Durda, i cili humbi djalin 6 vjeç në shpërthimin tragjik, thotë se drejtësia ende nuk është vendosur. Drejtësi, ata që kemi kërkuar që ditën e parë. Vetëm drejtësi. Jo ofendime. Jemi ngopur boll, na kanë vrarë shumë herë. Përveç 15 marsit jemi vrarë shumë herë, më tepër se sa ajo që ndodh. Kërkojmë drejtësi. Ne kërkojmë që seancat të bëhen rregullisht. Ato zgjasin pafund. Vajti 2 vjet që jemi në atë proces, dhe asgjë nuk shohim. Nuk po shohim dritë në fund tunelit. Ai e kujton tragjedinë e Gërdecit si ngjarjen më të trisht të jetës së tij, ndërsa përveç djalit ai ka humbur dhe 2 pjesëtar të tjerë të familjes. Kam humbur djalin, kunatën dhe vjerin, djali i vogël. 6 vjeç, ishte në klasë parë. Doli plojtur me bicikletë, qefin e vet, në ëndrat e veta. Nuk di qartë. Me shkatruar jeta çdo gjë, shkatruar. 15 marsi do të kujtohet gjithmonë si një ditë zije për familjarët e viktimave që la pas shpërthimi fuqishëm i fabrikës së demontimit të municioneve në Gërdec. Dy shqiptarë që ishin pjesë e listës 100 personave më të kërkuar në Itali u arrestuan këtë të shtunë nga policia e shtetit në bashkëpunim me autoritetet italiane. Andon Sina, 51 vjeç, dhe Niko Sina, 48 vjeç, kushërimi njëri tjetrin, u kapën në fshatin rreth Kale të Dibrës. Ata akuzohen se në vitin 1999 kanë vrarë një shqiptar në Itali dhe kanë plagosur rënd një tjetër. Që për asaj kohe, sipas policisë, ata janë arratisur nga Italia dhe fshiheshin në Dibër, ku përdornin një identitet tjetër. Një tjetër banes që shërbente për përgatitjen dhe shitjen e lëndës narkotike është zbuluar në Tiranë nga policia. Komisariati numër 6 në kryeqytet ka arrestuar një 30 vjeçar i cili dyshohet se është personi që bënte gati lëndë narkotike. Sipas të dhënave, Sergio Rama e kishte kthyer banesën e tij në një hapësirë për përgatitjen e kanabisit dhe më pas e shiste tek klientë të ndryshëm. Gjatë operacionit është sekuestruar mbi 1 kilogram kanabis, kokainë, një peshore si dhe sende të tjera.
Ndërkohë Blut po punojnë për identifikimin e personave të tjerë të lidhur me të arrestuarin e përfshirë në shitjen e kanabisit. Të huajt e konsiderojnë Shqipërinë një vend shumë të mirë për të jetuar, e tillë është edhe zgjedhja që ka bërë një ish ushtarak amerikan I cili vlerëson sidomos mikpritjen shqiptare. Jeremy, një ish ushtarak amerikan, ka zgjedhur të zhvendoset në Shqipëri për një arsye shumë të veçantë, kujdesin ndaj të birit, I cili vuan nga një sëmundje e rëndë. Ai thotë se ka gjetur këtu një vend më të përballueshëm për jetesë e një komunitet mikpritës. Çfarë më solli në Shqipëri është djali im, I cili ka një problem shëndetësor, të quajtur Huntington disease. Shpenzimet mjekësore janë shumë të larta dhe më duhet të punoj gjatë gjithë kohës. Unë jam ish ushtarak dhe kam një pension, kështu që të jetoj këtu më ndihmon ta përballoj mjetesën dhe të fokusohemi tek kujdesi mjekësor I djalit tim. E kuptoj që Shqipëria nuk është shumë e njohur për shërbimet mjekësore, por është e përballueshme. Gjithashtu, djali im e dashuron, ai ndihet mirë këtu. Pavarësisht sfidave, ai dhe familja e tij janë përshtatur shpejt me jetën në Shqipëri. Për të, vendi ynë është një shtëpi e re, ku fëmijët e tij po mësojnë të duan kulturën dhe traditat shqiptare. Fëmijët e mi e dashurojnë Shqipërinë. Kalat janë pjesa e tyre e preferuar dhe pas tyre ushqimi. Kam vetëm 2 muaj këtu, por ne kemi vendosur të jetojmë këtu. Kemi një shtëpi në Sauk. Përveç se është integruar me stilin e ri të jetesës, ai ndjek pasionin e tij duke dokumentuar përvojën në Shqipëri përmes videove me dron, për t'u treguar miqve bukurinë e këtij vendi ende të panjohur për shumë amerikanë. Kur u thash se do të jetoja në Shqipëri, pyetja e parë ishte, ku është kjo? Amerikanët nuk e din, por kur I tregoj pamjet e Tiranës, plazheve, kalave, ata mahniten dhe më thonë se duan të vinë ta shohin. Dhe, më e rëndësishmja, mund të kujdesem për djalin tim. Shkurt, ne kemi rënë në dashuri me Tiranën. Jeremy pohon se Shqipëria nuk ishte në listën e vendeve ku mendonte të jetonte, por me kalimin e kohës dëshira për të qëndruar u rrit. Mjekë dermatolog tërheqin vëmendjen për sëmundjen e ekzemës, e cila po njeh përhapje në të gjitha moshat. Problemet me lëkurën vijnë kryesisht si pasojë e ekspozimit në temperatura ekstreme, sidomos nga një dietë e varfër ushqimore. Ekzema është një nga sëmundjet më të përhapura të lëkurës, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë botën. Sipas mjekëve specialistë, afërsisht 30% të gjithave vizitave dermatologjike rezultojnë me diagnozën e ekzemës, por cilët janë disa nga faktorët të cilët ndikojnë në shfaqjen e kësaj sëmundjeje. Shkaqet janë nga më të ndryshme. Një arsye për shembull janë gjenet e çdo personi, pra gjenetika. Në përgjithësi, pacientët që kanë familjar me ekzem presupozohet që gjatë jetës së tyre mund të bëjnë episode ekzeme. Një shkak tjetër janë ndryshimet klimaterike. I ftohti i madh ose I nxehti I madh ndikojnë tek tharja e lëkurës. Shkaqet e tjera janë alergentë ndryshëm, irrituesit e ndryshëm, dieta ushqimore, prishja e barierës së lëkurës, vetë sistemi imunitar ose sëmundjet e brendshme, që mund të jenë tiroidja e të tjera, që thajnë lëkurën dhe predispozojnë për shfaqjen e ekzemës. Mjekët thonë se ajo nuk është ngjitse, ndërsa japin disa këshilla për parandalimin e saj. Jo, ekzema nuk është ngjitse. Ajo që duhet kemi parasysh neve është që duhet mbajtur në kontroll lëkura me pjesën e emolientëve dhe zbutësve. Pra sa më shumë e hidratojmë lëkurën, zbutet lëkura, aq më pak neve do kemi nevojë pastaj që të fillojmë mjekime trajtuese. Ushqimi i shëndetshëm I pasur me minerale, vitamina, antioksidant është ushqimi që ndihmon në jo në trajtimin, por në mos shfaqjen e ekzemës ose riakutizimin e saj. Kurse ushqimet që janë të dëmshme, le të themi fast foodet, ushqimet me indeks glicemik të lartë, ushqimet të gazuarat, pjetë me sheqer të tjera sigurisht që ndikojnë në përkeqësimin në tharjen e lëkurës. Ekzema është një gjendje kronike që karakterizohet nga një lëkurë e thatë e inflamuar që mund të skuqet dhe të infektohet. Publikohet lista e lojtarëve me të cilët Silvinho do të përballojë 2 ndeshjet e para kualifikuese të Kupës së Botës ndaj Anglisë dhe Andorës. Bie në sy dëmtimet e shumta nga mbrojtja në sulm, ndërsa risi janë Etnik Bruti dhe Julian Shehu. Befasi e madhe është grumbullimi Armando Brojës, që ka qenë I dëmtuar.
Mungesa dhe befasi. Lista me 26 lojtare kombëtares shqiptare nga trajneri Silvinho për duelet e para kualifikuese të botrorit ishte një miks me zgjedhjeve të detyruara për shkak të dëmtimeve të disa lojtarëve, por edhe befasive ndër ata që janë grumbulluar dhe ata që nuk e morën një ftesë. Futbollistët që mungojnë për shkak dëmtimesh janë dy mbrojtësit e kraut, Hysa e Mitaj, me fushorët Abrashi dhe Kedi Bare, si dhe sulmuesit Daku dhe Tuci. Taulant Seferi nuk u grumbulluar për arsye teknike, ndërsa u konfirmua Etnik Bruti, që shkaktoi jo pak polemika pasi erdhi si kapiteni U21 të Kosovës. Surprizë dhe ardhja e Julian Sheut ish me fushorit e Laçit që vjen duke shkëlqyer në kampionatin polak me Vitesse Lodz. Po kaq befasuese edhe grumbullimi Armando Brojës. Ka vetëm pak ditë që stërvitet tek Everton pas mungesës së gjatë, por ja ku shfaqet për tentuar minutat kundër Anglisë. Mungoi në apel Anis Mehmeti, megjithse po bën një super sezon tek Bristol City në Championship. Trajneri Silvinho, sidoqoftë, dëmtimet dhe mungesat në organik nuk i sheh si arsye për të shfaqsuar për rezultatet e mundshme. È un fortunio ci sta per noi, anche per loro, e per tutti. Dëmtimet janë për ne dhe për ata, të gjithë, për fat të keq ndodhin. Kombëtarja është gjithmonë e hapur, mbërin lojtar të ndryshëm, kjo është puna. Kemi dy ndeshje shumë të vështira, shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Sa i përket Anglisë, jam dakord, është ndër më të fortat në botë, ka lojtar shumë të fortë, ne duhet të punojmë shumë, më shqetësojnë të dy ndeshjet në aspektin e punës. Pavarësisht grupit impenjativ, Silvinho i ka të qarta objektivat e skuadrës që drejton në këto eliminatore. Questa è una competizione che andiamo adesso. Ky kompeticion që shkojmë është shumë i vështirë, por është një ëndër e bukur. Ne jemi këtu për të punuar kohën e mjaftueshme për të marrë pikët. Duhet të fitojmë, të bëjmë ndeshje perfekte. Një ndeshje perfekte, se rregulli është i ndryshëm. Vetëm një shkon direkt. Është një grup i vështirë, por jo i pamundur se i nisin të gjithë nga zero. Nga dita e parë them se nuk do të na mungoj kurrë shpirti, derisa dhe zemra. Grumullimi i kuqezive nis të dielën në Tiranë, ndërsa seanca e parë është të hënën. Dueli ndaj Anglisë luhet në Wembley më 21 mars, ndërsa kundër Andorrës 3 ditë më vonë në Tiranë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndajemi këtu.